Amerika e sulmoi Europën dhe të gjithë në kupolën e Bashkimit Evropian. Por edhe në NATO reagojnë sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Si analist politik dhe ushtarak, Scott Reiter, një ish oficer i inteligjencës së Marinës amerikane dhe inspektor i armëve i Kombeve të Bashkuara, tha se kërkohet nga të gjitha ata që duan të dinë të vërtetën brenda Amerikës, që të marrin shpjegime se si dhe çfarë ndodhi me gasjellsin Nord Stream, shpërthimin atje, fjalët e presidentit Biden dhe të zëvendës sekretares së shtetit për politikën e jashtme Victoria Nuland. Amerikanët duhet të dinë të vërtetën pa hijet e propagandës mediatike ndërkombëtare. Mediat perëndimore propagandojnë se Rusia shkatërroi tubacionet e veta. Por kjo është absolutisht e pamundur, sepse do të ishte një akt i pastër vetë sabotimi nga Rusia. Por përveç kësaj na mjaftojnë të dëgjojmë pohimet e Biden dhe Nuland, të bëra publike për të kuptuar se kush e minoi gasjellsin, thot analisti teksa flet për një sulm amerikan në Europë dhe kryesisht në Gjermani. Gjithashtu, sipas Reiter, është në interesin e Shteteve të Bashkuara që të ndërprisnin furnizimin me energji të Bashkimit Evropian nga Rusia. Nga ana tjetër, rusët e shohin Europën duke u shkatëruar ekonomikisht. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbajtën premtimin e dhënë për të sulmuar Rusinë. Në një formë po, e sulmuan, por në fakt dhe në thelb, Amerika sot nuk ka sulmuar Rusinë, por ka sulmuar Europën. Amerikanët sulmuan Danimarkën, Suedinë, Gjermaninë, ata sulmuan Zvicrën, teksa kompania Nord Stream 2 gjendet me bazë në Zvicër. Askush nuk e komenton këtë fakt, të gjithë heshtin, por faktet janë kokëshkreta dhe të pakundërshtueshme. Sot Amerika e NATO-s ka sulmuar aleatën e saj Europën dhe antarë të tjerë të aleancës, me më kryesore Gjermaninë. Amerika sulmoi Europën dhe Europa hesht. Edhe Gjermania hesht. Çfarë ditë vijnë pas kësaj? Të gjithë e dinë. Mast Channel. Please subscribe.